ndërsa tani me Anglinë tregon tjetër krah. Edhe prandaj mendova që Anglia do mund të befasonte, po. Shumë e fortë si ndeshje, shumë e fortë. Janë 2 ditë që ndodhin 2 gjëra të çuditshme. Dje e bëri Spanja me Francën, që ishte super favorit Franca, dhe sot ndodhe njëjta gjë, sepse në Argjentinën e kemi parë dhe me Egyptin shumë dobët. E pam me Zvicrën që kalojnë momentet e fundit që ishte po dobët. Dhe ti kthesh rezultat Anglisë tash për 7 minuta 2-1, kjo është shumë e habitshme, nuk merret vesh apohet. Ose i vjen me dorë ose nuk e di unë. Fenomenet tilla kanë ndodhur. Ka mundësi të shqiptar. Gjime Metri, çfarë po na shikojnë sot? Anglia po lun si kepi gjelbër. Po? U kthy mbrapa, do të thotë ka fut Si Paraguay. si Paraguay, që kthehet mbrapa. Edhe s'dim me minuta është gabim. Unë kam bërë që është gabim i teknikës së zgjedhme. Besoj Tuhelj që mbajnë si trajner teknicien, mbase duhet të menaxhonte më mirë, ja shikojmë një shans. Mos as edhe kjo, jo. Tuel nuk është. Nuk shikojmë, është në fund fare tani mbajnë topin. Nuk është trajner që i kthen mbrapa. Kaloi gjithmonë futboll ofensiv. Anglia edhe kampionatin e ka ofensiv ku ka